Përshëndetje. Do flasim sa përket pikërisht datës 7. Një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Ka për qenë e mbar se s'bën, pse mos tjetë. Çfarë kemi në ndikimin planetar për sa përket kësaj date kaq të rëndësishme të fillim javës dhe të ndryshimit? Kemi Afroditën që formon një trekëndësh me Plutonin. Afrodita është planeti i bukurisë, i dashurisë dhe i parasë. Plutoni është i pasurisë dhe i ndryshimit të madh. Ky kënd është shumë i fortë dhe shumë pozitiv. Si në lidhjen e dashurisë, ashtu dhe financat. Favorizojnë shumë njohjet karmike, njohjet që e keni parë ndonjëherë që themi shikim me sy të parë. Kjo është, domethënë, shikim njohja me shikim të parë dhe martesa njëkohësisht që ndodh në këtë drejtim. Gjithashtu ka të bëjë shumë në lidhje me ndjenjat, shprehjet dhe perceptimi i gjërave që neve duam dhe të dimë ku do shkojmë dhe çfarë kemi për të bërë. Kjo do të thotë që një mundësi e ardhë në lidhje me marrëveshje të rëndësishme financiare, që ka të bëjnë shumë shenjat si që janë binjakët, peshorja, ujorit të dhjetë të parë, ose shenjat që kanë ascendente apo planetet. Në këto gjithashtu favorizohen dhe shenjat e ujit. Kemi gjithashtu, kemi Urani që kalon në shenjën e binjakëve, ku kjo do të thotë ka ndikime, sepse është 4 ditë ndikohet, sepse në datë 11, ku ndikohet nga dita e nesërme, pra ne do të pasur vëmendjen në gjërat që neve kemi, në gjërat që neve duam të bëjmë. Pra jemi të kujdesshëm në këtë drejtim. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në gjërat që duam të kalojmë dhe të rregullojmë. Tani, para se fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ripetoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimin e detajuar, atëherë kemi këtë faqen këtu, astrolog.al, e klikoni, e shikoni dhe pastaj shkoni tek sekretaria, e shkoni direkt atje. Keni atë foton lart, nëse vini re, fotoja e parë e vogla në ekranin e djathtë, atë mund ta klikoni gjithmonë, që ta kuptoni edhe juve që në kohë që klikoni atë foton, ju del pikërisht paketat, pra këto paketa që shihni aty. Dhe më pas, e dërgoni sekretaria, flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni në kohë që jemi live, pra pikërisht te butoni këtu, i klikoni të gjitha dhe më pas jeni gati të dërgoni mesazhin për të marrë live përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për juve të shenjës së dashit, ka të bëjë shumë në lidhje me ndryshimet dhe ndikimet, ka të bëjë shumë me mundësi dhe çështje të rëndësishme ekonomike, duket se kjo është një periudhë mjaft e mirë tani dhe ka një ndikim mjaft pozitiv, ka një ndikim mjaft të mbar, sepse lidhet shumë me anën e biznesit, lidhet shumë me kohën dhe periudhën që ndodhin fenomenet. Ajo që do të shikoni ka të bëjë shumë me çështjet e financave, ka të bëjë shumë me ndryshimin dhe vendimin që do të merrni e kështu me radhë, por gjithsesi kjo ka mundësinë dhe rëndësinë e veçantë që mund të keni në fushën e karrierës dhe të bizneseve. Ajo që do të keni tani për tani, juve të kësaj shenje, duket se ka të bëjnë dhe me një takim që do të keni juve të shenjës së dashit, duket se ka të bëjnë dhe me peshoret e ditës së tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, demi në një anë mundohet shumë të bëjë diçka të rëndësishme, me të drejtën e vet që në ka, sepse mundohet të jetë korrekt, të jetë koherent me atë çka ndodh. Por megjithse shenjës së demit janë shumë të dhënë mbas ekonomisë dhe stabilizimit të tyre, ku ndikimi i guvernatorit të tyre që ndodhet në një shenjë perfekte, pra Afrodita, në lidhje me një trekëndësh me Plutonin, u jep mundësi dhe kohë për vendimet dhe ndryshimet e mëdha që do të kenë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me peshore duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve.
Për sa i përket binjakëve, binjakët të duket se tani në këtë periudhë kanë një periudhë mjaft të mirë, kanë një periudhë që vërtet është periudha më e mirë e mundshme në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, nuk bëhet fjalë, është një periudhë që vërtet koha ka treguar dhe tregon që është momenti më i mirë i mundshëm, është koha më perfekte dhe më stabilizuesja e që ndonjëherë, sepse kanë të bëjnë me çështje nga më madhore dhe jo vetëm kaq, por ka një ndikim të madh në lidhje me punën aktuale, në lidhje me ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje. Dhe kështu që gjërat do jenë mjaft pozitive në vendimet që do të merrni në kohën e duhur, se edhe pse ju jeni pak a shumë në dilemë për punën tuaj, për karrierën tuaj, por unë them që tani për tani kjo nuk përbën problem, por është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive në gjërat që doni të realizoni, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricjap dhe me peshore duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për sa i përket gaforeve, meqense gaforet tani në këtë periudhë janë në periudhën e vazhdimësisë, në periudhën e karrierës së tyre, në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime të mëdha që kanë tani atutje. Këto janë ndryshime që do të shikoni edhe vetë ju, ndryshime pozitive në ekonomi, pozitive në dashuri, por meqense keni pasur disa qefmbetje, mund quhet kjo, në fushën e punës suaj, por kjo rregullohet tani tutje dhe kjo rregullohet fal zgjuarsisë dhe maturisë suaj, fal momenteve të ideale që keni dhe është mundësia më e mirë mundshme tani për zgjidhur çdo lloj problemi në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Për sa i përket luanëve, meqense luanët janë në fakt në zgjidhje të problematikave të tyre, një mundësi shumë e mirë në kohën e duhur, zgjuarësia, maturia, vazhdimësia dhe tani ka ardhur koha dhe momenti për të zgjidhur çdo lloj problemi që ju keni. Luanët kanë pasur probleme të tilla dhe kjo do thotë pas një problem, pas një egzagerim, koha ka treguar që ju jeni me fat në këtë drejtim dhe keni mundësinë për të zgjidhur çështjet më madhore që keni pasur në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, por këta janë mundësi të arta në takime, në vendime, në ndryshime, se ndryshimet janë perfekte në këtë aspekt, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me disa ndryshime kaq madhore, sa ngadonjëherë mund të duken të padobishme, por janë më shumë se të dobishme, ku ka të bëjnë dhe mënyra dhe mundësia e artë që kanë tani e tutje në lidhje me takime, në lidhje me vendime që mund të merren. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të ecur përpara në ekonomi, në stabilizime, në takime që do të keni, por mos u shqetësoni sepse shqetësimi sjell disa keq kuptime, interpretime, do thosha unë, por edhe momente të arta që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me dem duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, peshorët të duket se tani ka ardhur momenti dhe koha për të zgjidhur problematikat nga më të ndryshme që keni dhe një nga momentet më madhore që do të keni tani tutje, ku është kjo periudhë shumë pozitive, kjo periudhë e artë në ekonomi, mbi stabilizimin dhe konkretizimin e punës suaj dhe të karrierës, dhe është një moment shumë i mbar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me biznesin, me karrierën, dhe me ndryshimet e tjera, është momenti më i mirë i mundshëm sepse ka të bëjnë dhe me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me biznesin, ka të bëjnë me gjëra shumë pozitive në vazhdimsi e sipër. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë akrepi. Për sa i përket akrepëve, akrepët luajnë një rol shumë të rëndësishëm tani e tutje, një rol shumë pozitiv, korrekt me punën tuaj, korrekt me atë çka keni edhe në veprimet që do të bëni në vazhdimsi. Është një kohë që vërtet është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme, ku gjërat janë pozitive dhe komunikimi dhe ndryshimi më i madh që ka të bëjë tani atutje është një moment shumë pozitiv i artë në ekonomi, i artë në stabilizimin dhe në punën tuaj, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, sepse
momentet janë ata mjaft më pozitive dhe koha ka treguar që janë në shumë fat në anën ekonomike financiare, në bizneset dhe në karrierë dhe çështje të mëdha do keni tani tuti. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor duke të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shigjetari. Për shigjetarët kryesorja apo roli që juve lozni roli drejtues është një mundësi shumë e mirë mbi punën tuaj, mbi karrierën dhe korrektësinë, momenti dhe vazhdimësia. I keni shumë gjëra në një kohë, shumë gjëra në drejtimin e duhur dhe ka një moment që vërtet kjo periudhë është periudha më e arta dhe më e mira në çështjet që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin. Në lidhje me disa takime të rëndësishme financiare, bisedime të rëndësishme që mund keni dhe një kohë e përshtatshme në anën e biznesit. Është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët e ditëllit parë dhe me dem duken të mbara, edhe pse me pak vështirësi, por dini t'ja dilni. Dhe kjo ka të bëjë shumë me një mundësi të artë në vazhdimësi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë britsjapi. Për britsjapët në fakt tani në këtë periudhë është një periudhë shumë pozitive, një periudhë e artë për sa përket britsjapët duket se kanë mundësinë, kanë dhe kohën e tyre për të realizuar një takim shumë të rëndësishëm për sa përket pikërisht të kësaj dite, shumë dite e rëndësishme fillim javës, që mund të jepet mundësia për të zgjidhur çdo lloj problemi që ju e keni pasur ose çështje të pazgjidhura më përpara, por vjen një moment tani që është favori juaj dhe momentet më të mira të mundshme. Në dashuri me gafore duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës janë ujorët. Për sa përket ujorët duket se vërtet është një periudhë mjaft e mirë stabilizuese, një periudhë që do shikohen shumë gjëra, do të ndikohen shumë gjëra në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj, momenti që është më i mirë i mundshëm tani dhe është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me gafore duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë ku gjërat do të jenë shumë pozitive për ju të kësaj shenje, lidhje me punën. Do keni gjatë kësaj jave, fillim jave, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi në atë çka doni të bëni juve, por gjërat e mira e kemi thënë nuk tregohen se na prishet erezia. Por nëse juve keni mundësinë që të nisni diçka, këtë periudhë niseni, sepse kjo ditë e sotme e ditës së hënë ka diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë aspekt. Prandaj bini pas gjërave sepse është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë. Në fushën e dashurisë, lidhje që kanë bëjnë me shigjetar dhe me gafore duket të mbara. Këto ishin pak a shumë miqtë për sa përket pikërisht datës 7 korrik të 2025-s. Por para se të ndajmë bashkë, kemi këtë faqen roz këtu. Astrologu.al. E klikoni, e shikoni dhe duke klikuar, shkoni tek ajo foto e vogël atje lart e para, e klikoni dhe duke klikuar ju hapet pikërisht kjo faqja që ju e shikoni atje pastaj, të gjitha paketat. E klikoni duke zgjedhur paketën tuaj apo numrin përkatës të vlerës së paketës, shkoni te sekretaria i kuadrati i vogël atje, plotësoni të dhënat atje që të jenë saktë, pak merrni përgjigje. Dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi live, do të dërgoni mesazh live në atë moment. Kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Mirë po.